Uji i orizit bën mrekulli për fytyrën tuaj, ja si ta përgatisni në shtëpi. Orizi është një drith i pasur me kalori, por edhe me vitamina dhe minerale. Gjithashtu është i mirë për lëkurën dhe flokën tuaj. Pas larjes së fytyrës ju mund të lyeni atë me ujë orizi duke përdorur një pambuk. Mbajeni tonikun në fytyrë për disa minuta, e lani me ujë si zakonisht dhe do të shikoni menjëherë ndryshimet. Uji i orizit është një tonik i shkëlqyer për heqjen e njollave të zeza nga lëkura, aknet dhe puçrat. Uji i orizit mund të përgatitet lehtë në shtëpi. Mbushni një gjysmë filxhani me oriz dhe lajeni me ujë të pollshëm. Më pas hidhni 4 filxhan me ujë në tenxhere, shtoni orizin dhe e lini të ziejë për 30 minuta. Më pas hiqeni orizin dhe lëngun e mbetur e ruani në frigorifer. Këtë ujë mund ta përdorni për 5 deri në 7 ditë me radhë. Gjatë këtyre ditëve mund ta aplikoni rregullisht në lëkurën tuaj dhe në flok për të marrë përfitimet maksimale. Dhe vlerat dhe vetitë e saj do të jenë të menjëhershme për shëndetin tuaj të lëkurës, citon studimi.